Odisea e procesit të stërzgjatur të çështjes Gërdeci vijon. Në pjesën e dytë të pretensës që u mbajt ditën e njëjtë në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë, mungesa masive e avokatëve mbrojtës si dhe 22 të pandehurve ka bërë që seanca të shtyhet sërish. Prokurorët reaguan ashpër, duke cilësuar mungesën e avokatëve si tentativë për zvarritjen e mëtejshme të procesit. Po në të njëjtin qëndrim kanë qenë edhe familjarët e viktimave të Gërdecit, ndërsa Zamira Durda, nëna e Disonit, 6 vjeçarit i cili humbi jetën nga shpërthimi tragjik i 15 marsit 2008 në Gërdec, shprehet se drejtësia nuk duhet penguar nga bllokimi që bëjnë avokatët. Vazhdojnë të zgjasin sa më shumë. Na lodhin e qëllimi tyre është na lodhin e, të harrojnë se unë lodhen për këtë punë. Ditë për ditë, orë për orë, minutë për minutë, sa herë caktoj seanca unë këtu do jem. Po i kërkoj që i lutem shumë të jetë vetëm në vendin e punës, nuk po i kërkoj asnjë nder tjetër. Përfaqësoj klientin e tij. Edhe ne të marrim drejtësi. Tregoj se ka shtet në këtë vend. Në seancën e ditës së hënë, prokurorët arritën të lexojnë vetëm 136 faqe, ku shtjelluan me detaje si u ideua dhe u organizua ngritja e Gërdecit dhe më pas shpërthimi. Seanca u ndërprer pas përfundimit të kohës fizike, ndërsa ditën e njëjtë parashikohej të vijohej me leximin e dokumentit voluminoz, i cili përbëhet nga 500 faqe. Në bankën e të akuzuarve janë 29 të pandehur për shpërthimin tragjik në fabrikën e demontimit në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë.